Pirat e vogla që dëgjojmë në kuvendin e Shqipërisë, Zana Guxholli do të kemi ekspertën e ekonomisë në një lidhje të drejtë për drejtë video për të na sqaruar pak edhe këto shifrat dhe përqindjet dhe gjërat që nuk janë aq të lehta për të lexuar. Ndërkohë në studio do të kemi sigurisht dikë që e njeh mirë tregun imobiliar dhe është ekspert realtor. Mirëmëngjes për Dorian Sanxhaku. Mirëmëngjes. Tani shifrat janë aty, tregun pak a shumë e dim, megjithatë një lëvizje e çuditshme kjo e Bankës së Shqipërisë, e cila e ka bërë më të vështirë kreditimin për blerjen e një banese, ndërkohë që çdo çift i ri përballet me një çudi të madhe, ndoshta me nxitimin për të nxjerrë prindrit nga shtëpia që të kenë një çati sipër kokës. Zonja Guxholli, të fillojmë pak me këtë nisëm të Bankës së Shqipërisë, një bankë e cila kur erdhi puna, për shembull, fjala vjen për skandalin e mikrokredive, morën vesh që ishin të lidhur me zi e morën atë kthesën dhe ndoshta nuk e morën kur tamam, po vetëm publikisht folën. Ndërkohë për një gjë që mund t'i ofronte benefite dhe lehtësira qytetarëve të zakonshëm, zgjohen, kujtohen shpejt, janë aty në krye detyrës menjëherë. Po e filloj si financiere. Okay. Në fakt, Banka e Shqipërisë është një institucion i pavarur që merr dhe mbështet. Më thatë që do e filloni si financiere, nuk më thatë që do e filloni si komediane. Banka e Shqipërisë, institucioni i pavarur, është barcalet shumë e bukur. Mirë, po teorikisht unë jam po flas si financiere, nuk po flas si denoncuese këtu. Pra, duke qenë një institucion, ose si thua një nga shtyllat e zhvillimeve makroekonomike, sepse merret me politikat monetare. Tashti Banka e Shqipërisë, duke parë zhvillimet ekonomike, ndërmerr ose përdor instrumenta dhe vendime për të orientuar ekonominë në një rrugë të qëndrueshme. Unë them që Banka e Shqipërisë dha orientim për të forcuar dhënia e kredis, sepse pa zhvillimet ekonomike. Tash këtu fillon problemi. Duke qenë se ekonomia jonë është një ekonomi me përqindje të madhe informaliteti. Duke qenë se në ekonominë tonë vepron krimi organizuar që bën dhe pastrimin e parave, duke parë dhe eksperiencat e krizave të mëparshme, detyrohet të reagojë. Pra, në këtë rast, janë pikërisht zhvillimet në jetën reale, në ekonominë reale, që detyrojnë të hysh në këto mekanizma. Nëse kujtojmë fuskat në Amerikë të viteve 2008, atëherë menjëherë përmendemi dhe themi shiko se erdhi në fushën e pasurive të palujshme. Por ka një ndryshim të madh. Atje erdhi kriza në fushën e pasurive të paluajtshme, sepse ishte një kredidhënie e nxituar, e pabazuar dhe e nxitur nga përfitimet si bankë dhe personale e bankave të nivelit të dytë. Dhe mirë po, në Shqipëri kjo ka filluar të ndodhi, po jo në ato përmasa si në Amerikë. Shumica e pasurive të paluajtshme qarkullojnë dhe lëvizin si rezultat i futjes, i prurjes madhe të paras ilegale nga droga, nga korrupsioni dhe nga krimi, prandaj nuk janë shitjet apo si thua lëvizjet e mëdha në pasuritë e palujshme si rezultat i kredive që jepen për ata njerëz të cilët nuk kanë një punë të qëndrueshme, nuk kanë pagë të madhe etj. Por këtu është paraja e pisët e cila ka mbajtur kaq të lulëzuar sektorin e ndërtimeve. Prandaj masat që janë marrë, si duket, i kanë bërë të shohin një lëvizje dhe në drejtim të kredive, mirë po këto kredi që merren nuk mbështeten dot në të ardhurat të qëndrueshme, sepse pagat tona janë të ulta, më të ultat në Evropë dhe në rajon, sepse punët nuk janë të qëndrueshme, sepse migracioni është i madh dhe ata që mund të kontribojnë për të blerë shtëpi largohen, etj. Prandaj në këtë rast nuk e shigjetova shumë bankën, por shigjetova ekonominë dhe që të mundësohet procesi i shëndetshëm ekonomik dhe financiar, është ose duhen ndërhyrjet e qeverisë në shumë drejtime për të ndaloj paranë e pisët, të krijoj një ekonomi produktive prodhuese që të mundësoj punësimin dhe të mundësoj paga dinjitoze të vazhdueshme të qëndrueshme për një kohë të gjatë, etj. Ja kuptoj. Megjithatë, zoti Sanxhaku, çfarë ndikimi të drejtë për drejtë ka kjo në treg, duke pasur parasysh për mënyrën se si blihen dhe si qasen klientët e rinj? Flasim vetëm për shqiptarin e zakonshëm që jeton dhe punon këtu. Sigurisht që
Për këtë duhet flasim se ka pa mundësim për të blerë dhe ne jemi koshient, sepse jetojmë në Shqipëri se si është sa vite i duhen një familje shqiptare për të blerë një apartament të vetin, dhe nuk po flas për një apartament të dytë, po flas për apartamentin e parë për të banuar, shtëpinë e parë. Dhe me kushtet e reja të Bankës të Shqipërisë nuk financohet 100%, financohet një vlerë më e ulët për banesën e parë. Kjo vlerë është në masën 85%. Ç'a mbron kjo? Kë mbron? Banka. Në kundërshtimin e parë, kjo është një lehtësi që t'i jep një mundësi familjeve për të patur një formë tjetër për të blerë apartamentin, sepse si mund ta marrë një apartament që në Tiranë shkon vlera të konsiderueshme. Kështu që është një formë për ta lehtësuar. Në kundërshtimin e parë. Po sigurisht ajo që me të drejtë ekspertja tha është që ne nuk kemi një qëndrueshmëri të pagave edhe të punëve në Shqipëri, që kjo e bën edhe më të vështirë marrjen e kredive. Që do të thotë banka do rrisi, që këtu rrit interesin. Banka nga ana e vet i duhet që është një institucion që do garancin, i duhet që të paktën merr 6 muajt e fundit të ardhurave të çdo personi, por unë mendoj që këto nuk mjaftojnë për një ecuri, sepse kemi parasysh që financimi bëhet nga 25 deri në 30 vite. Kështu që kjo është një nga fazat të cilat shumë familje e hasin para se të shkojnë të marrin një kredi dhe që pyesin veten, sepse nuk flasim për biznese të cilat e marrin këtë kredi për të nxjerrë të ardhurat, pra flasim për familjet e para. Kështu që në këtë kuadër nuk është se kemi ndonjë lehtësi shumë të madhe. Ajo çfarë ka bërë të paktën iniciativa që ka marrë shteti shqiptar është pjesa e kredive që jepet për anën e administratës. Dhe një pjesë tjetër lehtësi ishte për kreditë e buta që jepesh nga bashkia. Pra këto janë forma pak më lehtësuese se tjera. Nëse mund ta kuptoj pak. Ajo që shteti po bën në këto momente është që po kujdeset vetëm për punonjësit e vet, ose thon ndryshe për patronazhistët e vet, nuk dua t'ju fus në çështje politike, po kështu më duket, nga kjo që po më thoni. Kujdeset vetëm për patronazhistët dhe të patronazhuarit e vet me kujdes, dhe gjithë tjerët që nuk punojnë në shtet le t'i hanë peshkaqenët, tregut financiare, tregut imobiliar, a është kështu, Guxholli? Po, është ajo që thash pak më parë. Është shteti që duhet të ndërhyjë me instrumenta dhe mekanizma për të ndihmuar, për të ndihmuar familjet. Kjo nuk është një ndërhyrje që gjithmonë administratës publike, zakonisht ka qenë për titullarët, për ata që ishin në pozicione të larta, ju jepen kredi me interes zero ose me interes shumë të butë. Tashti kjo qeveri e ka fokusuar këtë tek ajo që thatë ju, tek klientët e vet, tek patronazhistët dhe për masën, për ata që janë o në rroga shumë të vogla, o që janë gati gjysma e popullsisë është në varfëri, kuptohet për ata të vrasin veten. Dhe po kështu edhe financimi i përqindjes interesit. Ne jemi ndër shtetet e vetme dhe të pakta në Evropë që nuk kemi politika sociale. Të hedhim syt ke Italia, tek Greqia, etj. Atje qeverit përdorin politika sociale, politika mbështetëse për të mundësuar familjet e reja dhe të rinjt të sapo dalë në tregun e punës, të shkëputen nga familja, të krijojnë strehën çatin e tyre dhe të kenë mundësi të përkushtohen në karrierë dhe të ndjejnë veten të arrirë dhe të kënaqur. Ata ju japin i përjashtojnë nga interesi deri në moshën 35 vjeçare, e ka me shembull konkret, kam nipin tim. Ata ju japin kredi me interes shumë të butë, kanë ndërtesa sociale të shumta në të cilat strehojnë ata që nuk mund të blejnë vetë një shtëpi, etj. Gjë që këtu tek ne nuk ndodh. Blerja e një shtëpie nga çiftet e reja ose nga ata që duan të shkëputen nga familja sapo mbarojnë shkollën, është një aset luksi, është e paritshme. 18 vjet për të mundur të blesh një shtëpi. Pagesa 20 deri në 30% që duhet ajo shuma fillestare, që duhet japin çiftet e reja apo të rinj, gjë që ata nuk i kanë se s'kan kursime, prindrit varet nga çfarë familje vinë që të mund t'ju japin atë që quhet pagesë një shumë paraprake ose down payment që i thonë në anglisht. Rrogat janë shumë të ulta, kështu që dhe ata kur ju bëhet analiza për kredidhënie nga banka, quhen me rrezik të lartë. Rroga të ulta, kontrata që nuk janë aq të qëndrueshme, punë të cilat mbarojnë sepse mbyllen, hapen bizneset. Përqindja e interesit që është 6%, pra është një mision i pamundur që një i ri shqiptar të ndërrojë të ketë
normalisht dhe lehtësisht një shtëpi të tillë. Çmimet, në treg çmimet janë sidomos në qytetet e mëdha, Tiranë, Durrës e tjerë marramendse, sikur të jemi në kryeqytetet e botës së zhvilluar, në Rom, në Francë, në Angli apo në Amerikë. Fare pa lidhje me economics dhe me ekonominë dhe me të dhënat të pagave, të kostos jetesës, të pensioneve të Shqipërisë. Dhe kjo vjen nga ajo që thash pak më parë, sepse është një sektor i cili rrit çmimet fal ekonomisë informale, fal parasëpisët, korrupsionit dhe krimit që pastron parat në këtë sektor. Me këto nuk dua t'ju drejtohem të gjithë ndërtuesve, sepse ka nga ata që bëjnë punë të ndershme dhe janë në biznes normal, po ata të cilët janë të përfshirë në këto aktivitete. Shto dhe faktin që emigracioni dhe turizmi i huaj ka rritur kërkesën për të blerë shtëpi dhe çmimet vazhdojnë ngjiten. Do bëja një lloj replike me atë përkufizimin e kryeministrit që ky është një lajm frigoriferi, po mbas edhe lajm frigoriferi mund të quhet se ka gjithë këto vite që është ky lajm dhe i mbetur në frigorifer është po i njëjtë dhe nuk ka asnjë lëvizje, asnjë mas nga qeveria për ta ndryshuar këtë status, këtë situatë dhe për ta bërë atë të shëndetshme, që shqiptarët të kenë punë të vazhdueshme, të ardhurat të mira që të mund të blejnë shtëpi, që të ndalojnë ndikimin e të gjitha këtyre faktorëve që nuk janë normal dhe që çojnë në rritjen e çmimeve të pasurive të palujshme dhe kuptohet të heqi ndikimin e krimit në këtë sektor e tjerë. Ndërkohë, për ju, zoti Sanxhaku, çfarë impakti të drejtë për drejtë ka kjo në tregun imobiliar? Sa i stimulon dhe i mundson klientët e rinj të marrin shtëpinë e parë dhe mbi të gjitha, nëse i dekurajon, çfarë ndodh me këto prona? Ta shohim nga të dy anët e medaljes. Tani sigurisht që për familje të cilët duan të blejnë apartamentin e parë, nuk është aq e thjeshtë. Domethënë flasim për norma interesi të cilat në kthim të duhet që ti të kesh burim të ardhurit tjetër që ta mendosh në një moment të caktuar. Njëra punë të duhet vetëm për kredin. Sigurisht, me kostot. Çfarë quhen norma interesi të larta për shembull? Po për shembull bankat ku është tregu aktualisht? Shkojnë 6, po ka raste që shkojnë më shumë se sa 6. 6%. 6%. Dua ta bëj pak më të thjeshtë edhe për ata që po na ndjekin. Kemi një shtëpi 80 metra katror, na shkon po e marr. Merë 100 se bëhen llogarit më lehtë. Jo, po duhet marr vlerën në 100, prandaj e mora më pak metra katror. Pra kemi 100.000 euro kredi. Kemi 100.000 euro kredi. Ky 6% për 20 vjet, po themi. Sa i kthejmë bankës me 6%? 6% në vit i bie? Nuk e di si e ndajnë këta, se janë çik misteriozë. Jo, janë misteriozë. Domethënë, për pjesën e misteriozit nuk janë. Ajo që ne ka formulë. Kemi ndryshe nga vendet tjera që ti nuk e ke një normë fikse. Pra e ke të ndryshueshme. Dhe kjo është edhe një tjetër aspekt të cilët ata që marrin kredi nuk e parashikojnë dot. Dhe ky është një nga pjesët të cilët ty kur vete për të marrë një kredi të kufizon sepse ti realisht nuk di sa do paguash për 3 vite, për 4. Për shembull, po sjell një rast, Franca i ka normat fikse. Që ti e di që do marrë një... që firmos kredin, ajo unë e di që e marrë për 20 vite këtë kredi dhe ti bën llogarit përpara se sa të shkosh ta marrësh kredin. Kurse tek ne nuk e kemi këtë lloj qasje. Pra ne marrim kredi në fillim, po them me një interes, po zënë mesatar 5%, dhe ti mbas 8-9 vitesh, ty të ndryshon komplet sepse ne jemi si bursat. Pra lëviz bursa, lëvizin edhe normat e interesit bankës. Kështu që kjo e pa mundëson pjesën për të marrë një vendim të drejtë. Domethënë ke shumë familje të cilët sigurisht një pjesë e madhe nuk e kuptojnë dhe me të drejtë, pyesin në banka dhe i thonë se sa do paguaj unë, po marr një kredi, po them për 20 vite, sa duhet të paguaj çdo muaj, po 100.000 euro. Dhe bankat, asnjë bank nuk të jep ty një vlerë se nuk e parashikon dot që të thojë mbas 8 vitesh ti do paguash kaq, edhe sot do paguash kaq, se është e ndryshueshme. Por e marrim të me 6% për shembull, sa i bie në fund të 20 viteve të kesh kthyer? Po pra këtë jam duke thënë. Në fund të 20 viteve ti nuk e ke normën fikse. Pra nuk është se do ta marrësh 6% e ti do paguash për 20 vite 6%, më kupton? Pra kjo mund të jetë për 3, për 4, për 5 vite, sa e mendon banka dhe ajo të njofton, thotë shikoj ka ndryshuar kushtet. Euribor, dëgjoj çai ndryshon këtyre. Edhe ti duhet të vish përsëri thotë që të bëjmë një azhornim të ri për sa i përket kostave tua mujore. Dhe rastësisht qëllon që të ulet kësti në herë?
Deri tani nuk kam ndodhur. Bravo, banka. Zoja Guxholli, më ndihmoni pak me këtë matematikën e blerjes me 100 euro. Nuk është ajo që tha kolegu, sepse norma e interesit është një interes që është një normë e cila ndryshon dhe nuk është se e ke një shumë fikse që do ta ndash në mënyrë proporcionale në vite dhe ti do ta paguash. Bëhet një politikë e tillë që në vitet e para, shiko, çdo kredi ka shumën që quhet principal, pra është ky 100.000 euro që thatë ju, që është vlera me të cilën ti do marrësh kredin dhe do ta çosh për pasuri të palujshme, po njëkohësisht është dhe interesi që është çmimi me të cilën ti i ble bankës parat që do t'ja marrësh për t'i përdorur për qëllimin tënd. Dhe në qoftë se do të ishin fikse dhe kështu të thjeshta të sheshta, atëre 6% i bie 6.000 apo jo. Dhe i bie që në fund të 20 vjetëve të paguash 1.106.000. Po në fakt nuk është kështu. Ndahet pjesa që quhet vlera principale, 100.000 nga ajo që do quhet interes, pra nga ajo çfarë do fitoj banka. Dhe në fillim, banka gjithmonë kur ti paguan shumat, ti llogarit në kurizë të interesit. Do me thënë të thotë që po paguan atë pjesën që i takon interesit. Dhe duke qenë se ky interes ka dhe atë pjesën e lëvizshme, shuma që ti fillon paguan vitet e para është ajo që fillon mbulon këtë pjesë, pra që është pjesa e bankës. I jep bankës më përpara pjesën e vet. Pastaj mbas disa vitesh banka thotë shiko se tani je duke paguar këtë 100.000, domethënë principali, e cila është shuma e parave që ti ke marrë. Duke qenë se këto shuma për pagat tona të vogla janë të papërballueshme, shpesh shkojnë në bankë klientët dhe kërkojnë që të bëhet një situash rifazim. Dhe duke bërë rifazim, domethënë e rishikon, riupdatein, atëre ata ndrojnë edhe përqindjen e interesit, edhe kozgjatjen. Nga 20 e çojnë në 30, domethënë ti lidhesh me fije të përjetshme me bankën për të paguar këtë kredi. Ndërsa nëse do ta paguash më shpejt, bëhet e kundërta. Përsëri ti bën një rishikim të kredis, por nuk është se fiton në një gjë të madhe, vetëm që banka merr më përpara parat. Pra, në kohën kur e zgjat banka merr më shumë kredi, më shumë para, në kohën kur e shkurton nuk është se fiton ti, fiton pra banka që merr parat më herët. Dhe kjo situash gracka e kredis, kur nuk e të ardhur të qëndrueshme dhe një pagë të mirë që mos të rëndoj në kostot e mujore. Ajo që unë vura re është që kam 2 ekspert të fushës në studio dhe akoma nuk e di sa do paguaj për 100.000 euro në fund të 20 viteve. Pra i mora 100.000 euro bankës dhe nuk e di. 6% do me thonë që duhet paguash 600 e 100.000 që është 6.000. Jo, e di çfarë do të thot 6%, po 6% në vit apo 6% për totalin e shumës? Po, totalin e shumës. Për totalin, por... Pra banka të jep 100.000 euro që pas 20 viteve ti kesh dhënë 106.000 euro? Pastaj, do me thëmë, këto janë një çik formulat komplikuara dhe unë nuk kam gata di tamam për sa kohë nuk jam një punonjës një oficer kredie në bankë. Prandaj, edhe nuk është se banka e bën kaq të qartë dhe të... Jo, bravo banka. Fikse që të mund ta thuash. Kështu që prandaj ka të drejtë kolegu kur thotë që... Për ta përmbledhur këtë fazë, bankat nuk është se ty të thonë 6% i ke për 20 vite. Pra ti e ke variable këtë. Ti mund ta paguash 6% për 7 vite dhe pastaj pjesa tjetër të ndryshon. Kështu që nuk e parashikon dot. Dhe kjo është absolutisht shumë e drejtë pyetja juaj, sepse çdo qytetar i cili do të marrë një kredi, edhe ne vet, do duhet të ditë bëj parashikime që të thoj, unë për 20 vite po marr 100.000 euro dhe do duhet të paguaj për 6%. Ndërkohë që ti gjatë këtyre 20 viteve ty të ndryshon norma interesit dhe rregullat e lojës gjatë kësaj rruge. Dhe kjo absolutisht është shumë e drejtë për çdo që do mendoj për të marrë kredi. I gjithë tregu praktikisht në këto momente është jo stabil. Pra si thua ndryshon çmimi që i paguan bankës që i ble mallin, që në këtë rast është kredia, janë paratë që ti merr, sikundër ndryshojnë çmimet edhe në treg, në këtë mënyrë ka. Pra e kemi të kështu që fluktuon, që ndryshon. Kjo e bën çmenduri për një familjar të zakonshëm që nuk vjen nga fusha e financës lartë këtë historinë. Dhe nga ana tjetër ka një problem tjetër. Duket se brezi i ri i shqiptarëve, ndryshe nga prindrit e tyre që e kishin 90% normën e zotërimit një prone, po qasen në përqindje shumë të ulta.
sa është tregu aktualisht I brezit, le themi, deri në 45 vjeç që janë zotrues vetë dhe generator vetë të pronës së tyre, jo trashëgimtar? Për të qenë shumë I sinqert, është në rënje. Pra nëse shqiptarët po jetojnë me qira. Shumë shqiptar nuk është se do donin të jetonin me shqiptar, domethënë për këtë do ne që nga historia na ka treguar që ne kemi ëndër të kemi një shpitonë dhe shumë mirë ta kemi shpitonë. Duke marrë parasysh që vlera e shtëpive me qira sot shkon nga 500 euro 1+1 dhe në vlera më të mëdha, po flas në qendër, se në periferi mund të gjesh më lirë. Por ai që merr këtë... Cilën periferi? Periferitë e degraduara, geto, se periferitë e reja të mira... Kjo është tjetër... Domethënë, një gjë tjetër është që ne mjaftojmë me shumë pak. Për shembull, hap Unaza e Tiranës dhe ne po e bëjmë sigurisht një nga shpiket më të mëdha, ndërkohë që në çdo vend të Europës është krejt normale që ti të kesh një Unaz për të gjithë. Pra, se po rritet vlera edhe pas kuqanit, po thua. Sigurisht pra. Vetëm sepse është hapur një Unaz dhe imagjino me sa pak dhe për të patur një apartament të vetëm, një çift I ri, sot është bërë më e pamundur, shumë e pamundur për shkak edhe të gjitha këtyre kushteve që ne po flasim sot. Pagat e ulta, mos stabiliteti në punë, për të marrë një kredi sepse nga njëra anë për shembull banka kërkon që të ketë shumë siguri për të dhënë kredin. Dhe nga ana tjetër, hajde tani një çift I ri I cili sapo ka dalë në jetë, ku do t'i ketë gjetur gjithë ato të ardhurat. E vetmja formë për të garantuar pjesën që I duhet vetë është prej familjes. Ose të gënjej bankën, që është më e zgjuar. Se gënjen dot bankën sepse ti do vesh me fakte aty, nuk është se e kuptoj. Ndërkohë Guxholli, ky është realiteti që përshkruan Sanxhaku. Pyetja ime është, kur vjen puna të politikat qeveritare, makroekonomike, a nuk duhet ketë dhe një strategji çfarë do bëjmë me këta njerëz për te numrave? Pra si do mundemi që shqiptarët jenë më të lidhur me vendin e tyre, të jetojnë më në mirëqenie, më stabil, më pa frikë? Cili është qëllimi final dhe si arrihet te kjo? Kjo arrihet thash me ndërhyrje sferike të gjithanshme, jo vetëm me vendime të pjesshme të përkohshme, zakonisht gjatë periudhave elektorale. Nuk është se qeveria e ka në dorë direkt tregun e pasurive të palyqme, sepse ai është një treg ku vepron kërkesë oferta, por qeveria ka në dorë të garantoj konkurrueshmërinë dhe rregullat e tregut në këtë fushë. Gjë që nuk ndodh, është ajo që thash pak më parë. Ky është një treg I infektuar nga paraja informale, nga paraja e drogës, e krimit, është një treg I cili influencohet edhe nga kërkesat që ka për banesa në vendet me klim si Shqipëria nga të huajt. Është një treg tek I cili kanë hyrë dhe emigrantët që duan të blejnë, të kenë një pikë lidhje me vendin e tyre, të kenë shtëpinë, dhe të gjitha këto influencojnë në rritje. Atëherë kush mekanizmi I Shqipërisë I shtetit në këtë rast për të ndikuar, se nuk është se e vendos me vendim të çmimin, në këtë rast është të ndërpresi paran informale, të vendosi rregulla që dhe në këtë treg aktorët të hynë në marrëdhënie të pastra konkurrence dhe të barabarta, të ndërmarrë politika sociale, sepse krahas kësaj ne kemi plagën më të madhe që është emigrimi, kemi plakjen e popullsisë, pra të nxjisi si thuash lindjet nëpërmjet sigurimit të kushteve për martesa dhe për të patur fëmijë, sepse dhe fëmia është një kosto dhe po spati një shtëpi të tënden të qëndrueshme, kostot I ke shumë të mëdha. Tjetër të mundësoj shkëputjen e fëmijëve nga familja dhe t'i bëj ata të ndërtojnë jetën e tyre të pavarur dhe ta ndjejnë veten në familjar, kryefamiljar, që po jetojnë jo më në kurrizë të prindërve të tyre. Ndërkohë duhet të krijojë ndërtesa sociale, pra ndërtesa ku të mundësoj jetesën jo vetëm të shtresave në nevojë, por edhe të atyre familjeve të reja, të cilat bëhen me fëmijë me njerë dhe nuk kanë mundësi të përballojnë çmimet e tregut. Të përballoj interesin apo të jap me norma të ulta interesi, kredi jo vetëm për punonjësit e administratës publike, por për qytetarët e saj dhe ata që janë jashtë sektorit, jashtë atyre që I kanë të favorizuarit dhe mbështetësit e tyre. Pra, mjafton të marrësh model
këto vendet, Italinë merr, që i ka këto politika shumë të shprehura dhe që një pjesë të paras publike e çon këtu, pikërisht për të mundësuar një jetë të ndershme dhe me mirëqenie dhe që t'i mbajë qytetarët e saj të lidhur atje dhe njëkohësisht të ndjejnë përgjegjësinë ndaj familjes dhe të krijojnë familje të reja të shëndetshme, të cilat do të ndikojnë edhe në uljen e plakjes që ka filluar po ecën me hapa galopante në Shqipëri. Ndërkohë, patjetër duhet të krijojë duhet të bëj duhet të strukturojë ekonominë, që të zhvillohet sektori prodhues, produktiv, të rriten investimet në të nga privatët, të rriten rrogat jo me injeksione elektorale të menjëhershme nga ca rezultate rastësore të një viti apo të një tjetri, por t'i krijojë këto të përhershme, të vazhdueshme dhe të zbusi diferencat që vijnë nga ai grusht i vogël njerëzish që ka shumë të ardhura, të heqi ndikimin e krimit në këtë sektor, pra që ata blejnë me para kesh dhe pastrojnë parat, e tjerë. Pra nuk është një ndërhyrje, është një vizion disa vjeçar, afatmesëm dhe afatgjatë, që do të sjellë efektin edhe këtu. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Sanxhaku, cilat janë qasjet e reja kreative që edhe vetë kompanitë e real estate-it apo imobiliare po gjenë për t'ju ardhur në ndihmë klientëve të rinj, se besoj ka shumë që e duan domosdoshmërisht shtëpinë, nuk duan të emigrojnë, por kushtet, rrethanat, mundësit janë ato që janë. Dhe është e drejtë. Ne nisëm pak me atë që thamë përpas Koqanin, që thamë nuk mjafton. Sot, ndryshe nga dikur që thjesht duheshit kishin një apartament familjes shqiptare, sot po kërkojnë për cilësinë, për ndërtuesin të cilin po e bën këto punime, integritetin e tij, sepse janë ndjekur mjaftueshëm. Dhe vazhdon historia, jo më larg se sa më përpara ne dëgjuam që do prishet një kompleks në zonën e Astirit, që edhe kjo është një plagë që do duhet shërohet një herë mirë, sepse ishte ndërtuar jashtë rregullave, lejes ndërtimore. Dhe nuk është fjala për ndërtuesin i cili me njëjë të veta mund t'ja hedhë përsëri. Po ata që banojnë aty si do të shpërblen. Eksakt, kjo është pyetja. Domethënë do duhet që ne të mbrojmë qytetarët sepse janë para djerse, të cilat të akumuluara ndër vite për të blerë një apartament. Kështu që në këtë aspekt ne kemi, për të qenë shumë i sinqert, kemi një qasje më pozitive se sa kemi pasur më përpara, të paktën kemi hequr pjesën e shitjeve 2-3 herë të apartamenteve, të cilët e kemi patur prej një historie që na ka shoqëruar me frikën për të blerë një apartament. Agjencitë imobiliare në përgjithësi, flas për ato profesionale, po bëjnë një punë të mirë në lidhje në kuadrin me gjetjen e pronës të cilët me një perspektivë zhvillimore, për pjesën e dokumentacionit që është shumë e rëndësishme për të blerë, se nëse ti blen shumë të konsiderueshme, do duhet që edhe të bësh një investim të sigurt, po, sepse dalin në këto kushte. Kështu që normalisht shtetin do duhet ta kemi në krah në të gjitha fazat, sepse dhe aty ku janë shitur, morëm rastin konkret. Nuk është se një ditë të caktuar erdhi dikush e la pallatin aty dhe të nesmen pe një pallat të ri. Aty ka ekspertë të cilët monitorojnë gjithë hallkat e. Po sigurisht, monitorojnë punimet, ku e ndërtoi, si u dha leja, si e lanë që u ndërtua kaq. Dhe me këtë do doja që laudimi, marrja dorëzim. Po, ka shumë hapa të cilat do doja, dhe me këtë do doja që realisht për gjithë ata që na dëgjojnë do doja të bëjë një thirrje që mos nxitohen në blerje. Pra, të mos nisen nga ajo që ndërtuesi thot as nga gënjeshtra e okazionit, jo shja e okazionit. Jo, sepse është shumë e rëndësishme nëse ti fiton 3.000 euro në thonjza, nëse ti fiton dhe kupton që ke bërë një investim të gabuar, nuk është se në fund fare ke fituar. Përkundrazi, ty ti ka marrë të gjitha të tjerat, kështu që është shumë e rëndësishme që mos nisen nga kjo që nuk po flas për gjithë ndërtuesit, po për një pjesë. Sigurisht. Që thonë merre tani sepse tani është çmimi më i mirë, edhe un po të bëj kaq zbritje nga çmimi real, edhe qytetarët shkojnë sepse shikojnë bën një diferencë dhe ndërkohë dalin pastaj në kushte të tilla që është ndërtuar në kushte të cilat nuk do duhet të ndërtohej, që nga leja zhvillimore nga të gjitha procedurat. Kështu që ne në këtë aspekt kemi munduar që gjithmonë të bëjmë më të mirën tonë për sa i përket mbrojtjes së investimit për qytetarët. E kuptoj. Dakor, zoti Sanxhaku, faleminderit për gjithë inputin që na sollet, faleminderit edhe për llogaritjen që nuk e bëm dot zonja Buxholli. Por shikoj, një gjë dihet që në fund kur ti mbaron së paguari, ke paguar më shumë se gjysmën mbi vlerën reale.
të din njerëzit. Thirrni mendjes si njerëz. Thirrni mendjes me kujdes. Dakor, faleminderit, ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak, qëndroni me ne.